Përshëndetje të nderuar shikues, po ritakohemi përsëri edhe sot me gjurmët për të ndalur tek një temë drejt së cilës shumë shpesh kemi tentuar, sidomos gjatë periudhës së fundit. Sot do të flasim për një temë për të cilën neve si shoqëri realisht e kemi të ngulitur thellë në vetdijen dhe në vetdijen tonë. Do të flasim për politikën, për procesin zgjedhor edhe për kulturën zgjedhore më së shumti. Politika gjithmonë ka qenë temë diskutimi në çdo tryezë, në çdo kënd. Shpesh i dëgjojmë njerëzit të flasin për të, po sa realisht jemi të informuar mbi diskursin politik. Sidomos gjatë kësaj periudhe ku jemi momentalisht, ku pas disa muajsh do të kisha thënë fushat intenzive, retorik politike dhe mobilizim i përgjithshëm, qytetarët e Maqedonisë së Veriut i u drejtuan kutive të votimit në këto zgjedhje lokale. Por çka na la ky proces zgjedhor dhe sa jemi neve si qytetarë të vetëdijshëm për atë që votojmë, sa e njohim siç e thash më herët vetë diskursin politik. Ai ishte ky një proces zgjedhor që i qëndroi besnik standardeve demokratike, për të cilën flasim shpesh, po nuk e di sa realisht e kuptojmë dhe e njohim. Apo shohim përmirësim në kulturën zgjedhore, apo po përsëriten modelet e vjetra të dominimit partijak, të mungesës së programeve konkrete dhe vetë votës emocionale. Ndërkohë që rrethi i dytë i zgjedhjeve tashmë dal ngadalë po troket në dyert tona, lindin edhe një sër pyetjesh tjera, mirë po neve sot nuk do të ndalemi në shifra apo në rezultate, por do të përpiqemi që të kuptojmë çfarë na thon këto zgjedhje për drejtimin ku po shkon demokracia lokale në vend, e për cilësinë e përfaqësimit dhe ndërgjegjësimit të vetë qytetarëve. Për të analizuar të gjitha këto zhvillime, kam të ftuar sot një profesor universitar, Bashkim Selmani është me neve. Faleminderit shumë që erdhët. Faleminderit për ftesën, zonja Lili. Është dhe mundësinë që brenda këtyre çasteve të ndajmë atë platformën mediatike, siç është mediumi juaj Alsat, që gjithmonë i trajton me ellësi edhe në aspektin shkencor edhe në aspektin politik. Faleminderit për mundësinë. I faleminderit juve për këtë fjalë. Dua ta nis me atë se çka janë zgjedhjet lokale realisht, çka duhet të përfaqësojnë ato. Si e keni vlerësuar rrjedhën e këtij procesi të zgjedhjeve lokale në Maqedoninë e Veriut, dhe a ishte ky një proces zgjedhor i lirë dhe i ndershëm siç pretendojmë të jetë? Parë në prizmin e zgjedhjeve lokale, në çdo sistem demokratik, ata nuk duhet të jenë vetëm një proces formal dhe procedural, por thjesht janë tregues i sistemit dhe i demokracisë së një vendi. Fatmirësisht, Maqedonia dhe qytetarët e saj kanë një përvojë demokratike dhe një kulturë demokratike dhe emancipim demokratik, mirë po jo gjithmonë ky sistem demokratik funksional është në favorin e qytetarëve, për arsye se vetë struktura e shtetit dhe strukturimi i zgjedhjeve në funksionin e tyre jo gjithmonë e trajtojnë qytetarin si prioritet, por vetëm si votues. Pra në këtë rast sistemi demokratik thotë qytetari është votues dhe vendimarrës. Tek ne ndodh e kundërta, votohet, por vendimarrja e më të thjeshme nuk është më në interesin e veçqeverisjes lokale dhe vetë qytetarit, për të cilën njihet si demokracia lokale. Fatkeqësisht, demokracia lokale në vendet tona, por edhe në tërësinë e shtetit, shpeshherë kanë përplasje të kufizuara, për arsye se demokracia vërehet aty ku qytetari trajtohet si taksapagues dhe i kthehet autoriteti fiskal. Fatkeqësisht, këtu kemi një situatë me të cilën qytetari detyrohet të bëjë taksat maksimale, ndërsa kur bëhet për rikthimin e paras dhe një dignitetin material, ajo ndodh e kundërta, për se Shkupi është ai që i vjedh të gjithë qytetarët në një qendër, në një formë, dhe mund të kemi distandarde, nëse marrim qendrën bazë dhe vendet e tjera. Ne kemi shumë shkolla të cilat nuk kanë zemi dhe ujë, ndërsa në ana tjetër kemi shkolla që japin ushqim. Pra janë disa procese diametralisht të kundërta në të cilën ne mundem të verifikojmë. Mbas gjitha anketave që ne bëjmë, për arsye se e kemi dhe lënë të mendimin politik në shkencët politike dhe janë përgjegjës së shkencave politike, dhe çdo zgjedhjeve ne u bëjmë ato hulumtimet dhe cilët janë prioritetet, cilët janë dobësit. Nga ana e qytetarëve gjithmonë ka mendime të ndryshme dhe këto zgjedhje dëshmuan se qytetarët dinë të mendojnë ndryshe nga politikanët, për arsye se vetë një gjë që në këto zgjedhje dhe vetë kuptimi i demokracisë nuk kupton kur çdo qytetar ka të drejtë të zgjedhë dhe të zgjidhet, por ajo që i kufizon të njëjtat është mandati. Pra mandati do të thotë që çdo qytetar brenda 4 viteve
mund të jepet mundësia për të zgjedhur dhe të jetë i zgjedhur. Fatkeqësisht, politika nuk arriti që t'i minimizoj këto të drejta të qytetarëve, por edhe personave që janë të aftësuar dhe janë të përgatitur në aspektin shkencor dhe kriteret që kërkon legjislacioni. Fatkeqësisht ka bërë që shumë subjekte ju shifni lart poshtë, gjithë vinë nga një politik dhe vinë me decenie. Dhe nëse nuk mbartet ndarshmëria e politikës reale për të eliminuar, dhe kjo e ka bërë që politika e gjatë qoftë në nivel qendror, qoftë në nivel lokal, shpeshherë janë të njëjtat figura, dhe kjo që janë identifikues apo karakteristike këtyre zgjedhjeve lokale është numri shumë i lartë të qytetarëve, të cilët ne duhet të ulumtojmë se cilët janë shkaqjes e revoltës që 53.000 votues në nivel shtetëror bojkotuan apo dhanë sinjalet negative ndaj këtij procesi zgjedhor dhe cili është alarmi atyre. Ne do të shohim se nëse bëhet fjalë për cili është ky alarmi, ne do ta mbështesim në 3 aspekte. E para është nëse merret për bazë standardi jetësor social, do të shohim se qytetarët për çdo ditë janë të varfëruar dhe po varfërohen në nivel me aspektin material. Dhe në ditë do shohim që një pjesë e qytetarëve të cilët kanë lidhje në subjektet politike janë të privilegjuar dhe janë vazhdimisht në një jetë sociale të akomoduar në nivelin politik. Dhe nga ana tjetër kemi një përqindje neutrale me të cilën shpeshherë ndodh që ka një përplasje mes të rinjeve, të cilët janë të specializuar, janë me nota mesatare, ndërsa të punësor shohim ka dhe një padrejtësi mes këtyre çështjeve, që shpeshherë unë besoj që këto qytetarë kanë dhënë këtë revolt dhe të kemi mundësinë që gjithmonë t'u jepet e drejta, sepse demokracia nuk është një sistem i cili është i ofruar qytetarëve, por demokracia gjithmonë do të forcohet në aspektin e shoqërisë civile. Pra fatkeqësisht shoqëria civile shqiptare shumë pak është aktive apo mund të themi se është inekzistente. Pasandaj kemi shoqërinë intelektuale, e cila jo gjithmonë është aktive në kohën dhe në momentin e duhur, por ashtu dhe subjekteve politike është lënë hapësirë që ata të veprojnë dhe të sillen vetëm në bazë të interesave dhe subjekteve politike, gjë që dëshmojnë edhe këto zgjedhje, dhe nga ana tjetër shpeshherë shohim në mënyrë diskrecionale, qofshin këto koalicionimet që bëhen qoftë në nivel nacional, qoftë në nivel subjekteve politike, cënon drejt për së drejti demokracinë funksionale, për arsye se vota është e shenjtë dhe askush nuk mund të tregtoj, abuzoj ose të favorizoj palën tjetër apo kështu me radhë. Dhe i shohim që bëhen në mënyrë publike, dhe unë mendoj që edhe apeloj edhe të subjektet që ato lejohet të bëhen marrëveshjet me subjekteve, por nuk duhet të bëhet në sirën e publikut, sepse ajo drejt për së drejti ndikon në zgjedhje. Karakteristika e ditë të këtyre zgjedhjeve lokale është se ato që e themin e vazhdimisht se kush e ka pushtetin e ka dhe fuqinë e votës. Edhe këto zgjedhje dëshmuan të njëjtën dhe është merit që shpeshherë subjektet të marrin edhe goditje që do të thotë që të jeni në pushtet dhe të keni fuqinë e votuesve. Dhe nga ana tjetër, siç shohim rrethanat dhe programet e tyre, sepse subjektet dallohen për nga programet. Ne nuk kemi parë ndonjë program qoftë të opozitës, qoftë të pozitës, pra si ju shihni dhe uljen e opozitës në këto vota dhe në këto zgjedhje lokale, nuk mund të kemi një opozitë e cila nuk krijoi një qeveri nën hije dhe të shifte çështjen e financave, sepse Maqedonia ka një borxh publik shumë të lartë dhe kjo bën që qytetarin të krijojë dhe të ngrisë varfëri. Dhe nga momenti që ne kemi varfëri tek qytetarët, ne kemi disa studime qoftë në nivelin material, dhe 2.3% të qytetarëve thotë e fillojnë ditën pa para. Pjesa tjetër që ka të bëjë drejt për së drejti me mënyrën e shfaqjes, sepse kitë 2.3% të qytetarëve të cilët i fillojnë ditën pa para, shpeshherë ndodh që të krijohet depresioni, sepse çdo shqetësim që krijohet brenda në familje, pasandaj lind në depresion, depresionin çon në dhunë dhe dhuna çon në vrasje. Gjitha këto paskush nuk e studion etiologjinë e problemeve të qytetarëve. Nga njëra anë, ne ndëgjojmë vazhdimisht brenda këtyre 3 decenijeve
vazhdimisht flasim për ujë, për kanalizime, e kështu me radhë. Dhe nga ana tjetër, qytetarët brenda këtyre decenjeve e kanë paguar taksën e ujit dhe kanalizimeve. Dhe vallë, kush janë ata të cilët nuk i kanë realizuar në të kaluarën. Pra, thjesht nuk kërkohet një llogari me subjekteve, dhe shpeshherë kemi me komunat të cilat janë shumë në borxhe dhe ndrohen pushtetet, parskush nuk mban llogari për borxhet që i krijojnë komunë. Zotëri Selmani, dua të di, të ndalim edhe pak të ajo që thatë më herët, përqindja e pjesëmarrjes në votime. Pse vazhdimisht në vendin ton vjet re një pjesëmarrje e ulët, kryesisht do të kisha thënë në komunat shqiptare? A është kjo si shkak ndoshta migrimi, ose mos informimi i qytetarëve, ose është krijuar një lloj apatie nga qytetarët? Jo, përkundrazi, unë besoj që ne kemi një ngritje të nivelit kombëtar edhe të qytetarëve dhe kemi një opinion jashtëzakonisht të ngritur me të cilët subjektet nuk kanë arritur të mësojnë nga vetë qytetarët. Ne kemi 4 universitete në nivel shtetit, ne kemi me mira njerëz të shkolluar, si që jeni ju dhe të tjerët, dhe njohin proceset edhe studentët tanë akoma më mirë. Pikërisht proceset i njohim, mirë po shpesh herë dëgjoj se njerëzit shkojnë, janë të informuar mbi zgjedhjet, mirë po shpallin votën e tyre të pavlefshme, ka një lloj. Por ne këtu e kemi edhe për ullumtim temën që aktualisht po flasim, cila është ajo 53.000 votuesve në nivel qendror, të cilët reflektohen me negativitet, për këtë dënuan ata, pikërisht për zgjedhësit, sepse i shohim njëjtat figura, i shohim njëjtat vende, njëjtat mandate. Mirë po baza është diku tjetër, sepse është edhe problemi tjetër ndërnacional, për shembull, ne përmendim çështje ja vetëm për ligjin, sepse në veçiverisjet lokale, nga pavarësia deri ditë të sotme në Maqedoni është bërë një padrejtësi komunale. Dhe do të shihni, ne kemi një ligj që është më i centralizuar në Ballkan dhe kjo ngulfat demokracinë funksionale, sepse taksapaguesit nuk u rikthehet ajo para të cilët ato japin dhe marrin. E para, e dyta po ashtu mënyra e ligjit për decentralizim, që shpeshherë unë para disa viteve në këto studie kam kërkuar për të zgjedhur dhe rikthyer dinjitetin e qytetarit në nivel apo demokracisë lokale, detyrimisht të ekzistojë ajo autoriteti fiskal dhe autonomia fiskale me të cilën qytetarët do të shohin fytyrën dhe dinjitetin e tyre dhe komunat dhe institucionet të shihin si institucione që i mbrojnë ata, jo si institucione që i zhvatin ata. Do të shihni për shembull çfarë ndodh me VN, do të shihni çfarë ndodh me përmbarues, do të shihni çfarë ndodh me çështjet e pagesave, tatimeve të larta e kështu me radhë. E gjithë kjo shprehet në atë varfërinë e përgjithshme të qytetarëve, sepse vetë standardi, jo vetëm sepse ne nga pavarësia kemi qenë shumë afër me standardet e Slovenisë, dhe sot do shihni me asnjë shtet fqinj nuk mund të krahasohemi dhe ligji për centralizimin që aktualisht është më i centralizuar në Maqedoni dhe këtë që e kemi thënë ne mbas studimeve paraprake është konstatuar se është jo funksional për vetë komunat. Më vjen mirë që edhe komunat maqedonase sot janë të bindur, ja e pam çështjen e bërllokut mes kufive komunale është të shmuar se nuk është funksionale. Nuk mund të themi ne si kemi komuna, kur kemi komuna që akoma nuk japin letrë njoftimi, nuk japin pasaportat, ne kemi komuna pa spitale, ne kemi qytetarë të cilët nuk u ofrohet ndihma e shpejtë, ne kemi komuna që akoma nuk kanë zjarfikës. Mos flasim për çështje të tjera, askush nga kandidatët aktual të zgjedhur apo edhe eventualisht që shkojnë tash në zgjedhjet e ardhshme, është problemi se këto nuk i kanë detektuar problemet e qytetarëve, me çfarë problemi përballen qytetarët. Ja për shembull, nga zona ku vij unë, ne kemi një zhvatje rrugore me të cilën çdo herë paguajmë taksa para derëve tona. Sa herë që him dalim të shtëpia japim taksa autostradës, edhe pse nuk është rrugë autostrade, që faktikisht brenda këtyre 20 viteve ne paguajmë taksa për gropat që vazhdimisht prishin veturat, makinat e kështu me radhë. Pra asnjë nga këto nuk janë të detektuara. Çështja tjetër, ne kemi di tabore të qytetarëve, të cilët Maqedonia aktualisht ekzistojnë mbi 26.000 administrator dhe pjesa dërmuesi e tyre janë me kredi. Pjesa tjetër, po ashtu qytetarëve të cilët janë me kamata, se ti themi me
borxhe publike mes vete dhe familjare, sepse gjitha këto vrasje, dëmet që shkaktojnë aktualisht pikërisht e kanë gjenezën e problemit të çështjet ekonomik. Asnjë nga këto nuk ka marrë një situatë të tillë. Shohim komunat nga ana tjetër, cilat janë investimet kapitale. Jo vetëm në gjitha komunat shqiptare, do të shihni që ka më tepër investime me projekte ndërkombëtare. Mirë po, nga ato mjete që ne paguajmë si taksa, as 1.2% nuk ka investime, por veç kjo para është borxh. Pra, sa janë transparente me harxhimin e paras publike. Në shihni edhe dhënat e fundit që u bën për transparencën e paras publike, do shihni që në komunat shqiptare shumë pak ka transparencë publike. Dhe kjo që është e transparencës publike, për ne në aspektin e mendimit politik është jashtëzakonisht shqetësuese. Pra ka një varg problemesh që qytetarët përballen me këto gjëra, mirë po nga ana tjetër subjektet politike jo gjithmonë janë të fokusuar për të qenë krah këtyre votuesve, dhe nga ana tjetër shpeshherë krijohet mentaliteti me të cilën subjektet janë ata që vendosin për gjithçka dhe ka vendosur për gjithçka, mirë po demokracia fillon që nga e drejta e qytetarit, të cilët duhet t'i ofrojë të drejtat civile, duhet t'i ofrojë të drejtat e dinjitetit. Fatkeqësisht të dinjiteti është i cënuar, sepse është edhe struktura. Ju do të shihni, këtu folim ne për subjektet politike shqiptare, të cilat bëjnë një garë mes të pabarabartëve, se cili do të dalë i pari apo i diti. Nga ana tjetër shohim palët tjetër dhe strukturat tjera që vazhdimisht komunat ose investimet që bëhet pjesa bazike në të cilin investimeve bëhen pjesën tjetër nga komunat maqedonase, ndërsa blerja e buxhetit vjen nga Maqedonia Perëndimore. Po ashtu pjesa e tretë që meriton më shumë është edhe mosqasja e diasporës, që as pak përflitet, sepse po të shkojmë në gjitha zonat, do të shohim që dhe pat edhe Ministresha e Financave vetëm për muajin korrik doli dhe tha se është mbushur rezervat buxhetore nga devizat me 4.2%. Nga ana tjetër ne kemi një diasporë e cila është shumë e fuqishme dhe që nuk e lë të vdes pozitat tona me të cilat vazhdimisht edhe qoftë gjatë sezonit të veror, por edhe dimëror, janë ata që sjellin para dhe mund të gatshëm në pjesët tona, dhe nga ana tjetër ato as janë të përfshirë për lista qoftë në kuvende, qoftë me mandate kështu me radhë, dhe ky fokus e bën që e varfëron dhe thjesht krijon pasiguri. Dhe pjesa tjetër që ato është më shqetësuese për ne, sepse nga momenti që kemi trajtuar gjitha këto probleme, Maqedonia aktualisht është një vend që përballet edhe me një vdekje të heshtur, siç janë kanceret. Aktualisht ne kemi pasur shumë të dhëna që konstatohet se çdo e dita vdekje është nga kanceret. Dhe këtu dallohet e drejta natyrore dhe drejta e përkujdesjes së shëndetit publik. Me thënë, çdo vdekje që shkaktohet aty për aty është helmim. Dhe fatkeqësisht kapen në grup moshat shumë të reja dhe që as pak e konstatojmë. Shqipja nga ana tjetër ne kemi shumë të kundërvaqe doganore me të cilët gjitha prodhimet që futen në Maqedoni nuk janë të sigurta, siç e pam rastin me limonin, pam me portokallët, pam me çështjen e mishit të bardhë kështu me radhë, shumë artikuj të ndryshëm që fatkeqësisht unë besoj që është rreziku më i madh i gjithë qytetarëve dhe i vetë shtetit që të fokusohet në sigurinë ushqimore. Pra shihni, gjitha nga këto që ndëgjuat sot nuk i ka përmend dhe nuk do t'i përmendin asnjëherë subjektet, por gjithmonë bëjnë një luftë e mes të pabarabartëve se kush do të dalë i pari apo i diti. Nga momenti që pretendohet kush do të dalë i pari apo i diti, anashkalohet votuesi. Zotëri Selmani, neve do të shkëputemi shumë shkurt për një hapësirë publicitare dhe rikthehemi përsëri në studio. Jemi përsëri në studio për të vazhduar diskutimin tonë. Zotëri Selmani, dua të di çfarë na tregojnë neve zgjedhjet vazhdimisht për prioritetet e qytetarëve, tash flasim në nivel lokal. A votojmë neve për projekte konkrete apo për flamuj partijak më shumë? Tani më subjektet politike, të cilat kanë një përvojë, të themi, qoftë në pushtetin qendror apo në pushtetin lokal, dhe pyetja juaj e parashtruar është shumë e saktë sepse mentaliteti subjekteve politike, komunat i trajtojnë si fabrikat e tyre, të cilat janë prodhues më të mëdhenj. Nëse merret përballë do të shohim se
subjektet janë ata që janë harxhuesit më të mëdhenj në shtet, qoftë në të zgjedhje lokale, qoftë me parlamentare, dhe asnjëherë nuk japin llogari se si trajtohen dhe ku fokusohen mjetet publike. Pyetja tjetër po ashtu që ka këtë përgjigje është fakt se projektet publike, sidomos në komunat, nëse bëhet një paralele mes komunave maqedonase dhe shqiptare, dhe shohim se shfrytëzimi i tyre është vetëm 2%, do të thotë që komunat nuk janë të hapura, bashkëpunime nuk kanë me universitetet ose me njerëz të rinj të cilët do t'i angazhonin. Asnjëherë nuk e dini për komunat kur bëhen çështje projekte publike kështu me radhë, asnjëherë nuk janë të karakterit mediatik që të ofrohen drejt për së drejti t'i përgatisëm edhe kuadrat e reja me të cilët paralelisht do të kishim shumë të dhëna. Pra thjesht edhe të parat që janë ndërkombëtare me projekte publike, asnjëherë nuk kemi komunat të cilat paralelisht si unionit të përbashkëta që do të mund më shumë para të merrnin ose të arrinin që të bënin maksimumin e këtyre komunave, dhe nga ana tjetër bashkëpunimin. Ju përmendim se pa një decentralizim që do të jetë i nivelit të Bashkimit Evropian, dhe shihni edhe këtu cila është pjesa e problemeve. Gjithmonë kur janë ndryshuar ligji për decentralizimin qoftë 2017 dhe paraprakisht, gjitha subjektet politike asnjëherë nuk kanë qenë më reaksionare që aq sa japim edhe aq të marrim nga shteti. Dhe prandaj ky zhgënjim është shumë i lartë. Nga ana tjetër, ja shohim se pse vjen kjo diskrepancë shumë e lartë për sa i përket forcimit të demokracisë, sepse strukturat shtetërore, instalimin e demokracisë e kanë më të fuqishme vetëm në aspektin politik. Ja gabimi real. Në këtë zgjedhje kanë angazhuar edhe pedagog, edhe mësues, edhe profesor universitar në zgjedhje, dhe nga ana tjetër, pse kur ka fushat elektorale, shteti të jetë dhe institucionet të jenë të bllokuar. E para, ne kemi 26.000 administratorë, gjithta janë të angazhuar në sistemin zgjedhor. Dhe nga ana tjetër, gjithta mungojnë në për institucionet ku ata punojnë dhe funksionojnë. Nga ana tjetër, kemi mësues të angazhuar, të cilët humbin orë. Askush për të nuk mban llogari. Njëkohësisht edhe nxënësit kur ka ana tjetër keni çoroditie me të cilën po këto rrethanat. Dhe nga ana tjetër si mund ta zgjidhnim këtë problem? Shumë i thjeshtë. Për shembull, ne kemi aktualisht Maqedonia mbi 20.000 studentë. Dhe këto studentët, për shembull, të jenë me mandatet të caktuara 3 vjeçar, 4 vjeçar, sa zgjedhen mandatet e komisionit zgjedhore, tash edhe do të përgatisin profesionalisht, dhe nga ana tjetër nuk do të bllokohen institucionet. Dhe për këtë askush nuk jep llogari. Prandaj gjitha ato studimet tona ne ofrojmë mundësi me të cilën paralelisht të dëgjohet edhe zëri i së vërtetës publike, sepse gjithë do të jenë në shërbim dhe në interes të institucioneve. Po ashtu pjesa e dytë ka, gjithmonë flasim për këtë kategorinë e votuesve të zhgënjur, është pjesa e dytë me të cilën komunat shpeshherë ofrojnë, për shembull, janë një dokument. Një qytetar që ka miq të afër mund ta marrë për 24 orë, dhe nga ana tjetër ka qytetar që me vite të tëra sorovaten në rrugët institucionale kështu me radhë. Janë shumë faktorë të kapura me njëra tjetrën, që me siguri ne kemi gjitha këto në detaje të studiuara, qoftë për prefektet, qoftë për këshilltarët, çfarë trajtojnë dhe çfarë forme, sa është shërbimi. Maqedonia ka dhe një problem real, shpeshherë ndodh që po të shkoni të shërbenin, qoftë nëpër komunat, edhe pse ne kanë zhvillimin, mund t'i mohojmë punën në arritur, ne gjithmonë flasim, i falenderoj për zhvillimin që kanë bërë drejtarët dhe të arriturat, dhe nga ana tjetër shohim mangësitë se si duhet të përmirësohet. Kur shkoni ju, qoftë nëpër komuna, qoftë nëpër institucionet, asnjëherë nuk dihet qoftë administratorët dhe të tjerët janë në kafe. Dhe kjo duhet dalë publikisht, dhe sqarohet. Kur është në institucionet, kur kanë pauzën, e kanë mëngjes të drek, ja për shembull Kosova, në gjitha komunat, po dhe nivel qendror, e kanë prej orës 12 deri në orën 1. Dhe këto periudha kohore detyrimisht punojnë dhe të jenë funksion tyre, sepse po ashtu pjesa tjetër, edhe sjellja, ne kemi këtu gjitha vlerësimet se si trajtohen qytetarët, dhe du ta kuptojmë gjithë ne se ne jemi në shërbim të qytetarëve, sepse jemi sistem demokratik, jo të ndodh e kundërta me kushëzimit e kështu me radhë. Ka disa përplasje me të cilën ne duhet të kemi atë mundësinë që të bëhet një plan qoftë për zhvillimin, por edhe për kodeksin etik të shërbimeve komunale, edhe pse është shumë i zhvilluar, mund të themi se janë bërë
në çdo komunë që shohim ne ka ndryshime, qoftë në infrastrukturë, qoftë në kanalizimin e ujit kështu me radhë, mirë po këta janë detyrime ligjore ndaj shtetit dhe shteti është i detyruar të sigurojë këto gjëra, por jo të mburremi për ato që s'kan bëjnë dhe ne do të burremi edhe si komuna, edhe për kur të ketë bashkëpunimi më i afërt, sa para mund të marrim nga ana tjetër, nga ana tjetër po ashtu pse vjen kjo situatë, vjen sepse edhe vetë pushteti qendror nuk është interesuar për të standardizuar dhe për të hapur mundësinë që shteti duhet të shpëtojë vetëm në adherimin e Bashkimit Evropian. Unë isha këtë javë në Kroaci dhe ja për shembull kryetari i komunës Karlovci dhe komunave të tjera bënin fjalë për 30 milionë euro që janë para pak thjeshme nga Bashkimi Evropian. Fatkeqësisht Maqedonia përveç se kishte borxhin publik shumë të lartë, tani është mbi 10 miliard euro borxh që aktualisht mori kjo qeveri, dhe nga ana tjetër ato para si harxhohen, ku fokusohen. Dhe kjo është forma me të cilën borxhi publik rëndon edhe komunën. Për shembull, komunat tash kanë rolin vetëm me 9 deri 12% që rikthehen parave. Çfarë mirëmbajnë? Të mirëmbajnë shkollat, të japin pagat e kështu me radhë. Dhe nga ana tjetër kemi shumë shkolla që nuk kanë mundësi as detergjentet për mirëmbajtje e kështu me radhë. Janë disa raste me të cilën edhe nga ana e shoqërisë civile flas që duhet të jenë më me zë, dhe pjesa tjetër po ashtu që është vakum aktual mes pozitës dhe opozitës shqiptare të subjekteve tona nuk ka pasur një parafrim, sepse të dyja janë në interesin e qytetarëve. Fatkeqësisht tu kemi një hendek me të cilën na çoroditin edhe neve si qytetarë, dhe prandaj këto vota janë vota të zhgënjyesme. Pjesa më e dëmshme e asaj që e thatë për mua është ajo pjesa që neve si shoqëri realisht jemi të ndarë në dy ekstreme. Kemi persona që janë, siç e thatë edhe më herët, si u leverdisa ajo privilegji që ju vjen prej subjekteve politike, dhe shtresa tjetër e shoqërisë që realisht kontribuojnë me të vetat ose janë shumë kompetent për fushat të caktuara, mirë po nuk ju jepet mundësia as të punësojnë, dhe kjo është me të vërtetë shumë e dëmshme. Dua të kalojmë pak tek një temë tjetër, të flasim për votimin me lista të hapura, që është një aspekt që ndodh në shumë vende në rajon. A është një pjesë kjo që i duhet vendin tonë? A do t'i ndihmonte? A do të parafronte qytetarët ndoshta me pyetja është shumë e saktë, është edhe ndalja apo kufizimi i figurave që të kenë monopol, njëjtat figura të jenë. Unë shpesh kam pasur rast kam komunikuar edhe me ministra, me deputet, dhe i themi, paramendoni kur ka filluar të zhvillohet Perëndëria Romake, që nga momenti që kanë caktuar mandate. Pra në shoqëri me karakter dhe funksione publike, detyrimisht të jetë mandati publik i kufizuar. Pse? Sepse nëse ne do të rrijmë që gjithë njëjtat figurat të jenë politik, atëherë pse duhet kemi fakultet? Si mund t'i themi një studenti që mbaron një shkencat politike, kur asnjë kriter në shkencat politike nuk kemi, në qëmë një gjithë profesorësit tanë, ose janë mjek, ose janë diçka tjetër, mirë po, a është kjo e letë, është shumë e vështirë. Pse? Sepse një mjek mund të bëjë një gabim një varta, por kur një mjek është në politik, a i letë generatat tilla, si që kemi në situatën aktualisht. Prandaj, të jepet mundësi kuadrove të reja, dhe në bazë listave të hapur, besoj që është forma më e mirë. Fatkeqësisht Maqedonia, gjitha modelet që i ka provuar, gjithmonë i merr të ngulfatura të kësaj natyre, dhe shpeshherë këto është ajo që ngulfat korrupsioni dhe sistemi jo funksional i shtetit dhe së drejtës, dhe kjo e bën akoma më të rënduar, dhe sikur duket se pikërisht këto lidhje janë edhe mes subjekteve. Ju shihni ardhja e kritik kryeministit Korrej, tha se do të merret për së drejtë me luftën ndaj krimit dhe korrupsionin, por siç duket ne jemi vetëm shtet ku krimi dhe korrupsioni gëlltiti dhe prokurorinë speciale, dhe këto janë pasojat e mosfunksionimit të shtetit dhe së drejtës. Kjo mënyrë e votimit për të cilën folëm deri më tash, mendoni se do t'i parafronte qytetarët më shumë me atë që do t'i bënte ato t'i vlerësonin më shumë kandidatët për kandidat, për programet të cilat i ofrojnë, sesa për subjektin me të cilën janë të lidhur, për shkak se në vendin tonë dihet edhe në nivel lokal kur votohet më shumë për subjektin politik sesa për kandidatin edhe çka ofron kandidati realisht. Edhe sa i lexojmë neve programet zgjedhore, sa janë ato të aksesueshme për qytetarët. Nëse merret përbashkë, me thëmë pikërisht këtu është edhe situata, sepse sistemi demokratik dhe demokracia
përbëhet nga vota me të cilën vota u jepet personave të aftë për të menaxhuar dhe i rastësisht e dallon interesin qytetar për të përfaqësuar nga personat profesionistë dhe që do të punonin për interesin e tyre. Fatkeqësisht nuk kemi qasje këtu dhe kjo e bën që liderët partijak jo gjithmonë kanë pasur qasje të mirë në përzgjedhjen e tyre, për arsye se kjo është një gratë me të cilën nga momenti që merret vota, qoftë në zgjedhjet lokale apo qendrore, dhe shohim se drejt për së drejti jepet mundësia e të aftit dhe të përgatiturit, të cilët do të kenë prioritet interesin e qytetarëve. Fatkeqësisht kjo mulli që është krijuar, në shënit të pala maqedonase dhe pala shqiptare, gjithmonë ndodh e kundërta. Kemi të njëjtat figurat, të njëjtat njerëz, të njëjtat subjekte dhe kjo e bën akoma më shumë ngulfat sistemin demokratik. Po çështja me listeve të hapura është shumë praktike sepse identifikon njerëzit të afër dhe të përgatitur dhe atëherë nuk do të kemi vota të pavlefshme siç ndodhen në këtë rast, sepse çfarë ofrojnë subjektet, ata duhet t'i votojnë, po jo dhe të kenë mundësinë për të zgjedhur brenda subjekteve, sepse gjitha subjektet e kanë vështirësi edhe vetë demokracinë brenda, për arsye se shumë pak përballen ose jepen mundësitë për një ripozicionim për të startuar, po shohim shumë subjekte të cilat kanë përplasje aktuale, të cilat nuk përfillet mendimi i shumicës. Pra, kjo do të ishte ajo çështje që të lëvizte në mënyrë të drejtë dhe të jepë mundësi gjeneratave të reja për të ardhur në sipërfaqe dhe për të vepruar, sepse nëse nuk do të kemi hapësirë për inteligjencën kombëtare dhe njerëzit të aftë, atëherë vazhdimisht do të kemi betejën mes të barabartëve, kush do të dali pari apo i dyti. Neve do të shkëputemi edhe njëherë për një hapësirë të shkurtër publicitare dhe rikthehemi përsëri në studio. Jemi përsëri në studio dhe drejt përfundimit të këtij bisedimi. Zotëri Selmani, dua të di për fund si mund të nxisim një kulturë më të përgjegjshme zgjedhore ku votuesi do të jetë më aktive dhe më kritike dhe çka duhet të presin qytetarët nga përzgjedhja e tyre për përfaqësuesit në këto zgjedhje lokale? Qytetarët gjithmonë i kanë dhënë edhe mendimet e tyre, në shpeshherë kemi pas edhe mbas anketave që kemi realizuar me qytetarët, dhe kanë shumë thënie të veçanta me të cilën te pjesa dërmuese është edhe humbje e shpresës, sepse kanë qenë të zhgënjur në votën e tyre që kanë dhënë aktualisht. Po unë doja që ta defokusoj në pjesën tjetër, sepse vetmja gjë që do të ishte që këto vota të jenë më reale për sa i përket efektshmërisë tyre, pa një ligj decentralizues, me të cilën do të jepte mundësi komunave që të kenë mundësi në projekte ndërkombëtare të marrin drejt për së drejt vetë, dhe po ashtu një pjesë e qytetarëve, sikur dallon në vota shqiptare nga komunat shqiptare, jo për nga efekti i tyre, por nga vënia në funksion e kësaj vote, siç e pam edhe me çështjet buxhetare. Po ashtu diaspora financon në buxhetin e shtetit, mirë po investimet bëhen diku tjetër. Pjesa tjetër, ndryshimi i ligjit dhe rritja e kapaciteteve të komunave për menaxhimin dhe zhvillimin e të drejtave individuale, sepse edhe qoftë në aspektin e shkollimit, qoftë në aspektin e kompanive të ndryshme, asnjë komunë nuk na tregoi se brenda 6 viteve në komunat shqiptare ose në Maqedoninë Veri Perëndimore janë të falimentuara mbi 12.600 kompani, që kjo që nuk kupton mbi 12.600 punëtor janë të falimentuar, të cilët kanë ikur ose janë në një fazë të rëndë, dhe nga ana tjetër nuk na folën për ekonominë, se cilat janë shkaqet e falimentimeve të këtyre kompanive, dhe kjo bën që shpeshherë mos jetë zhvillimi i bizneseve familjare, individuale. Po ashtu dhe do të apeloja që edhe tek qeveria, por edhe tek subjektet politike, të fokusohemi edhe në raportet, ne jemi pjesë e NATO-s. Dhe nga momenti që jemi pjesë e NATO-s, një nga to segmentet të marrim, vetëm tanket që pastrojmë NATO-s dhe që mirëmbajmë, ne i punësojmë 3-4.000 punonjës të rinj. Pra nuk kanë projekte me energji reale, qoftë në nivel komunal, qoftë edhe në nivel qendror, sepse komunat janë ata që lexojnë ndjenjën faktike, duhet në mënyrë individuale, komunale të japim prioritetet që të kenë një bashkëpunim edhe me nivelin qendror, pastaj edhe në nivelin ndërkombëtar.
fatkeqësisht nuk ka një union të përbashkët, të cilët do të shihnin cilët janë prioritetet dhe cilët janë dështimet. Dhe nga ana tjetër, kur shohin që Maqedonia çdo ditë më tepër futet në borxh publik, pa dhënë një arsye, kjo bën që qytetarët të varfërohen më shumë. Cila është varfëria? Që sa për një viti ne kemi marrë me 1.000 dinar 3 qese më ushqime, sot e marrim 1. Pra kjo goditje që e ndjen qytetari nuk ka si ta reflektojnë ndryshe përveç që prishjes së votës. Unë i falenderoj shumë për kohën dhe për këtë bisedë shumë përmbajtësore. Falenderoj që ndatë kohë të kishit sot me ne. Falenderoj dhe për më në shëndetësi e veçantë.